Kina fillon ushtrimet të përbashkëta ushtarake detare dhe me forcën e raketave rreth Tajvanit si një kërkesë e ashpër kundër separatizmit, duke e quajtur presidentin tajvanez Lai Ching një parazit. Kina nisi të martën ushtrimet të ushtarake për rreth Tajvanit si një kërkesë kundër separatizmit të presidentit të Tajvanit. Ushtrimet vijnë pas një deklarate që Lai vitin e kaluar e quajti Pekinin një fuqi armiqësore të huaj. Në një video shoqëron njoftimin e komandës lindore për ushtrimet, Lai është paraqitur si një insekt karikatur që mban me palë kineze shkopinjsh mbi një Tajvan që digjet duke quajtur atë në anglisht një parazit. Ushtrimet përfshin patrullat të gatshme në det dhe ajër, kontrollin e plot të zonave, sulme ndaj objekteve toksore dhe detare dhe blokada të zonave dhe rrugëve kyçe, sipas një deklarate të komandës lindore. Qeveria e Tajvanit e ka dënuar këtë veprim duke thënë se Kina është e njohur gjërësisht nga komuniteti ndërkombëtar si një krijues i problemeve dhe se qeveria ka besimin dhe aftësinë për të mbrojtur. Qeveria e Tajvanit refuzon pretendimet e sovranitetit të Pekinit duke thënë se vetëm populli i ishullit mund të vendosë për të ardhmen e tij. Dy zyrtarë të lartë të Tajvanit i thanë Reuters se më shumë se 10 anije luftarake kineze janë afruar afër zonës të Tajvanit prej 24 miljesh detare, ndërsa Tajvani dërgoi anije të tij ushtarake për të reaguar. Sidoqoftë, njëri prej zyrtarëve tha se nuk është vërejtur asnjë zjarri drejt për drejt nga ushtria kineze. Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit njoftoi se grupi i anijeve të transportit ajror të Kinës kishte hyrë në zonën e përgjigjes së Tajvanit të hënën dhe se ka dërguar aeroplane dhe anije ushtarake duke aktivizuar sistemet raketore toksore në përgjigje. Këto ushtrime ndodhin pas largimit të sekretarit të Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara Pete Hegseth nga rajoni pas vizitave në Japoni dhe Filipine, ku ai kritikoi Kinën dhe tha se Japonia është e domosdoshme për të përballur me agresionin kinez. Një zyrtar i lartë i sigurisë së Tajvanit i tha Reuters, duke u referuar vlerësimeve të brendshme se Pekini duhet të shmangë çdo përballje të perceptuar me Washingtonin para bisedimeve tregtare shobakin dhe kështu Tajvani është bërë një pretekst. Tajvani është justifikimi i tyre më i mirë, tha zyrtari. Për këtë, ata e nisën këtë ushtrim ushtarak sapo sekretari i Mbrojtjes Hegseth u largua nga Azia. Ushtarët kinezë kanë shpërndar një seri videosh propagandistike pas njoftimit të ushtrimeve, duke paraqitur anije dhe avion luftarak kinez që rrethojnë Tajvanin dhe kryeqytetin Taipei, ndërsa forcat ushtarake kineze patrullojnë rrugët e qytetit. Një video tjetër me titull Pushtimi tregon presidentin Lai si një insekt jeshil që mbjell parazit nëpër ishuj duke u shprehur, paraziti që helmoi ishullin e Tajvanit, paraziti që po e shkatron atë.